Gjykata kushtetuese ka rikthyer për gjykim në gjykatën e lartë të çështjen e Erion Veliajt. Zoti Hoxha tani çfarë është ky vendim? Mbos ndoshta do ta lirojnë Erion Velin? Se ajo që është përgatitur tani me kohë dhe vjen edhe lirimi. Ajo që që më në këtë radhë, ishte dalja nga ngërçi që ka gjykata, duke mos pasur numrin e plotë të gjyqtarëve, gjykata kushtetuese, ka ngel me numër çift. Dhe nuk e ka numrin tek që marri vendime. Por këtë radhë kjo te kalua nuk doli 4-4, që ka dalë të kote fundit, doli 5-3. Në fakt, gjykata kushtetuese ka marrë një vendim prap për mos marrë vendim. Por gjithsesi ja ka kthyer gjykatës lartë, dhe gjykata lartë, duke patur parasysh një vendim të më pashëm të kolegjeve të bashkuara, prandaj ka lindur ky skepticizmi që a ekziston mundësia të ndryshohet masa e sigurisë për kryetarin e bashkisë Erion Veliaj, dhe ajo gjykata kushtetuese gjykata e lartë nuk kushtet që mund ta bëj këtë gjë vetë, kur po ajo në kolegjet e bashkuara, pra të gjithë gjyqtarët e gjykatës lartë, morën vendimin që masat e sigurisë duhet të kenë një rishikim tjetër, një vlerësim tjetër dhe një arsyetim pse duhet shkohet direkt te masa ekstreme, pra me arresti me burg, dhe pse nuk mund të ezaurohen masat e tjera që janë më të buta, duke filluar nga detyrimi paraqitjes deri tek arresti shtëpiak, i cili fakti është i barazvleshëm me arrestin me burg, por të paktën në rastin konkret, meqense Erion Veliaj vazhdon të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës, kjo do të ndryshonte komplet situatën, sepse ai do të rikthehej në detyrë praktikisht dhe do të merrte në dorëzim prap drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Tani, kjo është një gjë që ngjelet gjykatës lartë dhe gjykata e lartë që do të vendosi. Ne dim pak a shumë përbërjen që ka gjykata e lartë. Pra gjykata kushtetuese vetë ja la e ktheu mbrapsht, ja la nder gjykatës lartë, me që ju vetë i tha Elvizët këtë ekuilibër që ishte vendosur, atëherë keni mundësinë të rigjykoni pra të shprehen për një vendim që ata vetë e kanë marrë më përpara. Pra gjykata e lartë nuk e ka rrëzuar kërkesën e prokurorit të prokurisë posaçme në rastet e mëparshme. Tani vim te pjesa që me gjendjen që është dosja, me ato që kemi parë deri tani, me akuzat që janë deri tani ndaj Erion Velis, a mund të ketë një mas tjetër më të butë ndaj Erion Velis, pra me që ai vazhdon të jetë kryetari i Bashkisë? Dhe ky do jetë vendimi i gjykatës lartë dhe gjithë ajo dyshimi sot apo skepticizmi është pikërisht që në këtë situatë re, gjykata e lartë mund ta ndryshojë qëndrimin e mëparshëm, pra për ta lënë arrest me burg. Por ne nuk ta themi a priori pa ndodhur kjo gjë. Por rrethanat janë krijuar që të ketë një arsyetim tjetër, i cili të bazojë një masë sigurie më të butë, që të jemi të qartë për publikun. Masa e sigurisë nuk ka të bëjë me vendimin përfundimtar të procesit. Nuk vendos masa e sigurisë është i fajshëm apo i pafajshëm Erion Veliaj. Pra masa e sigurisë është një masë që ndihmon prokurorin gjatë fazës së hetimit. Nëse prokurori mendon që personi që është në hetim mund t'i dëmtojë hetimin, mund t'i helmojë burimet, mund t'i dëmtojë informacionin, përdor helmojë, jo t'i helmojë me helm, se është termi që kanë zgjedhur ata në kushtetutë, por për qytetarët të jetë sigurt që ndryshimi i masës së sigurisë nuk ka lidhje me fajsinë apo pafajsinë e Erion Velis. Nuk vendos nëse është i fajshëm apo jo. Pra narrativa është krejt tjetër nga ajo që thuhet në publik. Gjithsesi, thash, edhe mua më surprizoi vendimi i gjykatës kushtetuese, patur parasysh to vendimet e fundit që kanë marrë ata, por kjo lëvizja 5-3, pra të paktën ata e krijuan një mazhorancë atje dhe ja lënë në dorë gjykatës lartë. Sigurisht është një test për gjykatën e lartë. Duke patur parasysh që gjykata e lartë nuk është në tagrin e gjykatave të posaçme që kemi ne. Pra nuk ka gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit të shkallë parë dhe apel. Nuk ka shkallë të lartë për ato. Dhe duke qenë maja më e lartë apo maja e piramidës së sistemit gjyqësor, se gjykata kushtetuese nuk është pjesë e sistemit gjyqësor, është gjykata e lartë. Kështu që në këtë prizëm aty do të shohim se çfarë do ndodh. A do lobohet po do të shohim masa sigurisë? A mund ta rikthejë Erion Velin një masë sigurie ndryshuar të marrë të rimarrë edhe një herë frenat e bashkisë? Bashkia e Kryeqytetit është në një situatë krejtësisht anormale. Pra ka i kryetar bashkie në burg, ka i stafat e jashtë, ai kryetari nuk lejohet të flasë me ata jashtë nuk e dëgjojnë atë çfarë bën ai atje brenda, është dikush tjetër që operon mbi palët, pra vendimi i gjykatës lartë tashmë mund të sqarojë një herë mirë këtë situatë. Qartë.
Të nxjerrë domun. Si mendojnë që mund të dalë Erion Velia tani dhe ta kemi Mendoj që- do mbjelljet e pemë. Toni është optimist si do të Gjërat të- Mendoj që këta Mbjell pemë, bimë, gjëra. prandaj kanë bërë për të Shinë, nxjerrë, bicikletë. për të nxjerrë kanë bërë gjitha. Ha? Për ta Për të nxjerrë. nxjerrë Veliajin e kanë bërë të punë. Po problemi është që fyen inteligjencën e çdo shqiptari kështu me këtë mënyrë të trashë se si e bën. Të dalë gjykata kushtetuese të thotë gjykata e lartë duhet të rishikojë tani se ky është në detyrë, duhet të rishikojë vendimin. Po gjykata kushtetuese mund ta bëjë vetë të gjë. Pse do ja jap gjykatës së lartë? Sepse bëj vetë. gjykata e lartë ka marrë vendim unifikues. Dhe këtë vendim unifikues, më mirë se gjykata e lartë që ka nxjerrë, Se ekzekuton atje. e di gjykata kushtetuese. Po gjykata kushtetuese nuk ekzekuton dot vendimin unifikues gjykatës së lartë. Atëherë sa do bëjmë? Do ja kthejmë gjykatës së lartë që me vendimin unifikues të nxjerrin Erion Veliajin, që vendimi unifikues mos shkojë dëm, se për këtë u mor. Të dalë Erion Veliaj dhe të vënë detyrë. Po mirë si mund të vej këtu në detyrë? Kur pikërisht se ishte në detyrë u zgjodh kjo mas. Si mund të shkojë këtu në detyrë dhe të mos intimidojë dëshmitarët? Për Belinda Balluku nuk po marrë Ilir Metën tani, se duke se u marrë Ilir Metën. Belinda Balluku i thanë do ikësh nga detyra, do pezullohesh, sepse ke në dorë dëshmitarët, mund të intimidosh. Spaku dhe gjikoja. Këti i thonë, pavarësisht se i ke në dorë, ik bëj punë në bashki. Kore, që është tani, si duhet të jetë sjellja e një pushtetari? Duhet shkojnë në punë dhe të takojë dëshmitarët dhe që mund të intimidojë, apo s'duhet shkojnë në punë? Qartë. Ka raste Të gjykatat që këta nuk na i tregojnë dot. kanë vazhduar nga Sepse rresti i këto janë gjykata, rasti Tropojës. po kanë shtyllë kurrizore. Kjo mund të jetë. Pastaj ça? Pastaj Ilir Meta, i cili gjykohet për një çështje që ka 20-12 vjet ka ndodhur, e thonë do ish në bushë. Tani nëse lirojnë që ndodh tani. Nëse mund të them dy fjalë Dy për fjalë, po. vendimin e gjykatës kushtetuese, çështja e madhe sigurisht Erion Veliajt është një patatë e nxehtë që asnjë nga dy gjykatat më të larta të këtij vendi nuk kërkon ta mbajë për vetë, as gjykata e lartë dhe as ajo kushtetuese. Në fakt, zoti Veliaj ka ngritur disa pretendime në gjykatën kushtetuese sot dhe janë gjithsej 5 pretendime, 3 për tyre janë rrëzuar dhe 2 prej tyre janë pranuar nga gjykata kushtetuese. I pari ka të bëjë me pretendimin se është cënuar drejta e mbrojtjes për shkak të pameftueshëm në dispozicion për njohjen e akteve dhe qëndrimin e kërkuesit To ranë to. në kafaz. Domethënë ai kërkon që të jetë afër. To kanë rënë, flasim për të, se këtu kemi të bëjmë me vendim politik, kemi të bëjmë me një vendim juridik. Tani ne jemi To urrëzuan këto, ato janë kot. për 2 vendime të drejtësisë. Urrëzuan ato. Ne po themi, a duhet që Erion Veliaj të shkojnë në detyrë apo jo? A ka president Ballukun? A ka president Ilir Metën? Kë ka president? Bilega, nëse ne kemi dhëna që politika ka ndërhyrë Ka Rich Biberin, Manermo, ne këtë po themi.